Shkoni në scanvistv.com. 20 maj është dita kombëtare në ndihmë të jetimëve. Në kuadër të kësaj date, Instituti Kombëtar për Integrim të Jetimëve në Shqipëri, me nismën e drejtorit të përgjithshëm, zoti Ilir Cumani, organizua në rrugët e kryeqytetit një paradë sensibilizuese, duke tërhequr kështu vëmendjen e publikut. Fëmijët përmes bluzeve që mbanin veshur, përcjellin mesazhin e duhur tek çdo kalimtar apo fotoreporter. Shumë figura të njohura të artit shqiptar, si dhe personalitetet të tjerë, treguan me prezencën e tyre mbështetjen kundrejt këtij target grupi dhe këtij fenomeni në vendin tonë. Fëmijët janë të mrekullueshëm mirë. Jam unë e privilegjuar që jam këtu sot, në këtë ditë kaq të bukur me këto fëmijë si lulet, njëni më i bukur se tjetri, dhe kur i shef që këto fëmijë që kanë edhe mangësi, si thush nga ana familjare dhe janë kaq mirë, merr kurajon dhe mu më kujtohet një shkrimtar joni mall, Mitrush Kuteli, që ka një balada e vogël, zogut vogël të dallandyshës, që i humbet si thush si ide është që njeriu asnjëherë nuk duhet ta humbi kurajon dhe gjej forca që jeta është e bukur dhe gjej mundësi me shoqërinë, me njerëzit e afërt vet i herë duhet dhe them që këtë motiv duhet ti rrënjosur si thush që asnjëherë nuk duhet të sbrapsen edhe të dëshpërohen, po të jenë si thush në kërkim të një gjëje tjetër më të bukur në rrethana të tjera, domethënë. Sigurisht që për fëmijët gjithmonë jam sensibël, unë marr shumë pjesë jo vetëm në aktivitete të tilla, po për mësueset, sepse kam luajtur edhe shumë role mësuese, pastaj jam nën vet, jam gjyshe, si mos jesh sensibël, domethënë kjo. Edhe sigurisht që dua me gjithë shpirtin mbështes, me gjithë forcën time, domethënë që t'i jap si thosh frymëzim nëpërmjet punës time, nëpërmjet shembullit tim. Unë gjithmonë kam mbështetur të gjitha aktivitetet të institucioneve të ndryshme të jetimëve. Edhe besoj se është jashtëzakonisht shumë rëndësishme që ne të përjetojmë, të kuptojmë edhe problemet që ka të gjithë jetimët në Shqipëri. Po sot në veçanti të largohemi nga pak politikës partijake, edhe të ndihmojmë këtë fëmijë, të sigurojmë që ka një fazë sensibilizimi për publikun shqiptar, që është shumë e rëndësishme. Ilir Cumani, drejtori i përgjithshëm i Institutit Kombëtar për Integrim të Jetimëve, u shpreh për radio televizionin Skan. Sot siç po shikoni edhe koha na ka favorizuar, si duket këta fëmijë sjellin shumë shpresë, shkrin akujt e ftohtë të politikës, sjellin një mjedis shumë më të këndshëm në atmosferën që sot ka shoqëria shqiptare. Por ajo që mu duhet të them është se sot në këtë datë të shënuar për fëmijët pa kujdesin prindëror, përcjellen mjaft mesazhe të humanizmit njerëzor. Kjo është një moment që të gjithë aktorët e politikës shqiptare duhet të kthejnë syt te kjo shtresë, të reflektojnë, të kuptojnë se ata që japin mesazhe sot në këtë ditë të tensionuar të politikës, ku shoqëria sot po përjeton në situata jo fort të favorshme, duhet kuptojmë që investimi duhet bërë që këta fëmijë të integrohen butë, të shikohen me prioritet, të jenë në vëmendje të gjithëve dhe mendoj që shumë energji pozitive duhet të harxhohen me qëllim që të sjellë një klimë të re në mjedisin tonë të përbashkët dhe të lëmë mënjan këtë situatë konfliktuale, këtë situatë që nuk i bën mirë askujt, përveç edhe këtyre fëmijëve, të cilët e përjetojnë më shumë nga të gjithë. Pas këtij aktiviteti, ka një plan konkret në vazhdimsi të projekteve nga ju? Ne jemi gjithmonë në kërkim të rrugëve efikase për integrimin e këtyre fëmijëve, për të sjellë sensibilitet në opinionin shoqëror, në institucionet që janë përgjegjëse për përmirësimin e statusit të këtyre fëmijëve dhe gjithë dinamika e punës sonë konsiston në nxitjen e programeve të zhvillimit, në nxitjen e gjithë projekteve që kanë në fokus çështjen e fëmijëve jetim. Në përfundim të paradës, të gjithë të praninshmit ishin të ftuar në një drek, ku nuk munguan as elementet artistik. Klonat, këngëtarë e balerinë i dhuruan më tepër gjallëri kësaj dite.
E pranishme në aktivitet ishte dhe zonja e parë e vendit, e cila gjeti kohën të sillte mesazhin e saj në këtë ditë kushtuar fëmijëve jetim. Sot është një ditë shumë e veçantë për juve. Është dita kombëtare e jetimëve, të cilën në këtë ditë ne mendojmë që ta organizojmë duke ju mbledhur të gjithëve së bashku, duke në mënyrë që ju të gëzoni sot. Por unë them që për ju sot është një ditë feste, ndërsa për ne të rriturit është një ditë reflektimi dhe duhet jetë e tillë për të parë se çfarë detyrash ne kemi bërë gjatë gjithë këtij viti. I kemi realizuar ato objektiva të cilat ne kemi marrë? Çfarë kemi bërë dhe çfarë nuk kemi bërë? Çfarë duhet të bëjmë më mirë për të ardhmen? Në ritmet e muzikës me dhurata të veçanta, këta fëmijë të paktën në këtë ditë kaluan momente të bukura që do t'i ruajnë gjatë në kujtesën e tyre.